ky vendim që ka marrë gjykata kushtetuese, çfarë do thot për Edi Ramën sipas jush? Jo të vendimi, për mendimin tim. Shumë ngjarje që kanë ndodhur, tregojnë që reforma në drejtësi nuk ka funksionuar ashtu siç duhet, ose themi ka shumë probleme. Se themi ka dështuar në këtë qëllim të për rezultate lartë, nuk mund të themi që ka dështuar. Por ka dështuar totalisht. Dhe ai shumë kontradikta, sa tregon se në radhë të parë çdo reforme i prin një vullnet politik. Në radhë të parë çdo reforme i prin pranimi që konsensual i gjitha palëve që do i njohin vendimet dhe nuk do sulmojnë palët që do marrë vendimet. Kështu që ne jemi sot në këtë ngërsh të reformës drejtësi, që nga dita e parë që shkruar Spaku dhe deri sot. Njerë kemi pasur opozitën kundër reformës, tani kemi majorancën që kërkon të rishikojë reformën, opozita është kundër, mosbesimi mes palëve është rritur, konflikti me institucioneve është rritur dhe nuk ka askush kush ta përgjigje. Dhe prandaj kjo e gjykatës kushtetuese mosvendimi ose vendimi për mosvendim na ka prekur, sepse kuptuam që kemi shkuar në rrugë pa kryer. Nuk ka kush jep vendim. Nëse ne do të çojmë prapë reformën në parlament, atëherë i bie të fillojë nga e para. Problemi është si të zgjidheshin çështjet pa çuar reformën në parlament. Pa parë kodin e procedurës penale, pa parë kushtetutën, sepse nëse ne do të rishikojmë këto, atëherë kemi rifilluar reformën drejtësi. Kështu që për mua, ky vendim i gjykatës kushtetuese ishte shumë i rëndësishëm dhe mendoj që kjo reflektohet edhe te Rama, edhe te opozita dhe të gjithë. Ne sot kemi një reformë drejtësi që nuk e mban dot veten. Dhe i duhet një ndryrje tjetër politike. Çdo ndryrje politike e kompromenton reformën drejtësi. Sakt. Po, ndoshta më shkruan avokat Muçi, që e kishim. Po. Dhe ndoshta i bëjnë pak me dobiclek gjërat këta mos. Se për shembull thot ylli i vjetrit thot largohet ditën që fillon puni i riu. Domethënë me 9 anëtar quhet. Po, bile njeri është nga ata vazhdon punën megjithëse i ka mbaruar mandatin. Po pra, personi ka vënë dorëheqje nuk shkon në punë. Nuk shkon më ajo. Ka një vit e gjysmë nuk shkon, ka ik. Është e druar. Kalon punën. Duhet të vej tjetri. Duhet të shkojë ajo. Duhet zgjidhet. Por ajo që ka dhënë dorëheqje normalisht duhet të rritet në detyrë. Rregulli i ligji e thotë qartësisht që largohet ditën që fillon puni i riu. Po pra, po këta të 8 që janë punë do ikin nga puna kur të vi secili zëvendësues. Po pra, kurse i 9 që mungon ka ikur, ka dhënë dorëheqje një vit e gjysmë përpara ylli dhe ka ik që atë ditë. Nuk është shfaqje më nesër duhet të zgjedh tjetër. Nuk zgjedhet të nesër. Do të ka procedurë. Ylli, ky nuk respekton procedurën në parlament. Parlamenti duhet ta zgjidhë ta gjej kompromisin, mos harro, aty partitë politike kërkojnë njeriu e tyre se paku të jetë garantues për kushtetutshmërinë. Domethënë, qoftë Partia Demokratike, qoftë Partia Socialiste e ka të drejtën që ta votojë njeriu i cili do të shkojë. Zgjedh mes 3 emrave, mos e ka, zgjedh këtë 3 emra, ata kishe një tjetër Endon në këtë pyetje. Jo, besoj që këtu është termi, këtu duhet të diskutonim ne. Po na çon gjykata mungesa e vendimarrjes, gjykata kushtetuese. A është e mjaftueshme vetë mjaftueshme drejtësia më? A duhet ripar drejtësia? A e dëmton kjo Edi Ramën dhe qeverinë? Në rastin konkret e dëmtoi apo? Ramën dhe qeverinë e dëmton më shumë imazhi që krijohet me dosjet e Spakut. Mendoj që ky nuk është një vendim që dëmton Ramën, mendoj unë personalisht. Pse më them unë? Sepse ne gjithë kemi një mendim për të çështje, për shembull për pezullimin e ministrit. Pavarësisht se kush është kryeministri dhe kush është kryeministri, i heqin membrat. Kjo është çështje që duhet diskutuar. Dhe disa nga ne, pavarësisht pro apo kundër Ramës, mund të mendojnë, unë për shembull mendoj që pezullimi i ministrit nuk mund të vijë nga gjykata gjykoja, personalisht. Qartë. Por, nëse ligjet e kushtetuta e thonë këtë që duhet të pezullohet, mos jam jurist të jap një vendim dhe ky është mendimi im politik. Qartë. Prandaj them që duhet merren vendime të cilat janë brenda drejtësisë, drejtësia duhet të marrë vendimet për veten e vet. Por ka nëse dështon, atëherë na jep në gjithë mundësinë të ndërhyjmë, të bëjmë presionin, të kemi ndryrje politike pastaj të cilat të na kompromitojnë. Dakor. Por ky diskutim mund të vazhdonte gjatë pafund nëse do ishte vetëm ky. Pra, nëse do ishte vendimi që gjykata kushtetuese duhet merrte me shumicë votash pro kryeministrit apo kundër kryeministrit. Problemi është se gjithë këtë diskutim, gjithë këtë debat që ne bëjmë, ja ngarkojmë një fakti tjetër me cilin nuk prekemi. Spaku e ka marrë këtë kërkesë, e ka çuar në gjykatë për pezullimin, por në kuvend ka çuar një kërkesë të dytë, e cila ka të bëjë me imunitetin e
deputetes Belinda Balluku. Dhe atje kërkon heqen e imunitetit që të ketë mundësi të kryej arrestimin, siç e kërkon SPAK-u. Pra të kaluar kërkesën e tij për sa i përket pezullimit nga detyra. Ky vendim 4-4, siç edhe thoshte kryeministri sot, mund ta zjas. Pra ai thotë s'ka urgjencë që kuvendi të diskutojë për çështjen e imunitetit. Ndërkohë që nuk mund të jetë kryeministri që përcakton ka urgjencë apo s'ka. Urgjencën e përcakton ai që e kërkon. SPAK-u përcakton që ka urgjencë dhe e ka çuar që ditën e 3 mbas dërgimit të kërkesës nga kryeministri në gjykatë kushtetuese, SPAK-u dërgoi kërkesën kuvend dhe kërkon imunitetin e deputetes Balluku, e ministres, e zëvendës kryeministres. Sepse sipas SPAK-ut nuk ka më vlerë për të masa e pezullimit nga detyra. Është shtuar kërkesa e tij, kërkon arrestimin. Kështu që kjo është çështja që duhet diskutuar. Pse grupi parlamentar i PS-s, pse kryeministri, pse kryetari i Partisë Socialiste bllokon mbledhjen e Këshillit të Mandateve ku të merret vendimi për imunitetin. Janë dakord se janë dakord të çështjes tyre, por ajo mbledhje duhet bërë dhe ai vendim duhet marrë, sepse SPAK-u atë po pret tash. Ndoshta nuk ka fare interes dhe kuriozitet se çfarë do bëhet me çështjen e kufizimit të detyrës publike. Mëtëroj që vëmendje shumë një jetela, shumë interesante, që të regon që standard të regon si kur ne kemi një standard shumë të lartë. Kemi arritur standard sa Danimarka, ndoshta më shumë. Apeli gjykatës KK-s ka konfirmuar dënimin me 1 vit burg për kryebashkiakun e Rogozhinës. Rogozhinës, po. Edison Memolla për korrupsion aktiv në zgjedhje. Ka bërë korrupsion aktiv në zgjedhje dhe unë pyeta çfarë korrupsioni ka bërë ky Memolla? Rogozhin tani korrupsioni sipas madhësisë, e kupton? Baton sipas madhësisë vendit. Për shkak se ky kishte ndryrë të elektricisti OSHE-si që të mos ndërpriteshin dritat nga abonenti, sepse gruaja e abonentit do votonte që ishte debitor, abonenti ishte debitor, gruaja e tij do votonte për Partinë Socialiste. Dhe ishin prerë dritat dhe tani ky u dënua 1 vit burg. Dhe thashëm, po ne pas kemi shtuar, ja ky është dënuar. Molla, e këpotën. 1 vit burg. Jo vetëm, po nuk ka konvertuar as me shërbim prove. Ja. Edhe as shërbim prove të shkretit. Ky leri dritat, mos janë... Krim zgjedhor. Krim zgjedhor quhet, dhe krimi zgjedhor që s'është lënë vot pas zgjedhur, pa vjedhur, jo zgjedhur, pa vjedhur, nga të dy kratë, Historia 35 vjet histori, e ka ngrënë ky në fund. Po, historia Se ka lejuar të ketë energji zonja e debitorit. nuk është ashtu fiks, po është rasti veçantë. Domethënë, ky është një bisedë e përgjuar mes tij dhe elektricistit dhe personit, familjes që kishte disa muaj që s'paguante energjinë 2022-shin. Dhe merr elektricistin që kishte shkuar t'i printe dritat kësaj familjes. Edhe i thot, e merr gruaja e shtëpisë dhe i thot, o kryetar, kandidat për kryetar ishte, a më the që do më ndihmoje, ka ardhur elektricisti dhe i kalon telefon elektricistin. Dhe i thot elektricistit, mos ja prit dritat. Ai thot, e kam me urdhër, se më ka dhënë urdhër OSHE-ja të pres. Ka disa muaj, jemi në zgjedhje tash, i thot, mos ja prit se do më votoj muaj. Ti japun lekët e 1 muaj. Po jam 5 muaj, do ta zgjidhim. Dhe kjo është biseda. 35 vjet që bëj kjo punë. Po patjetër, kjo është biseda. Kjo është bërë në zgjedhjet e 2022-shit, ishin zgjedhjet e pjesëme vendore. Dhe në ato zgjedhje fitoi Edison Memolla. Po atë vit u hap procesi nga SPAK-u për krim zgjedhor. Edison Memolla kandidoi në zgjedhjet e 2023-shit. Fitoi. Zgjedhjet u përsëritën, se është ajo kutia famshme e burgut Rogozhinës që votuan gjithë. I fitoi edhe prapë zgjedhjet e 2023-shit. Dakor? Dhe deri sot, që jemi në 2026, do bëhet gati për zgjedhjet e reja, ky vazhdonte detyrën normalisht. Pra, nuk u arrestua, nuk ndeti në burg, nuk u bë lojë mediatike me të, vazhdoi punën dhe sot e dënuan me 1 vit burg. Tani pyetja është, duhet vepruar siç po vepron SPAK-u dhe GKO-ja deri këto momente që të fusin në burg, edhe të mbajnë atje dhe të presin të nisi gjyqi dhe vazhdojnë gjyqi, apo duhet vepruar si në rastin në fjalë që e lanë 4 vite kryetar bashkie dhe tash janë ndërprer mandatin, thotë do dorosh 1 vit burg. Edhe ky është debat. Ç'është standardi, po. Ky është standardi beton dhe kjo si standard as Liechtenstein s'ka. As Liechtenstein. As Liechtenstein nuk do të thotë. S'ka. Po si bëhet tani? Nuk ka. Do bëj 1 vit burg ai kështu. Kjo i bie Sa ketë nga Te burgu Rogozhinës. Jo, pastaj hyn te ai diskutimi që bëjnë dhe këta politika, si te SPAK-u ka prokuror të ndryshëm, ka ca që janë kamxhikut, ka ca
Fytyrë më shkruan, edhe ky ka një shpjegim shumë interesant. Edhe ky është kodës Do punë. këtë ngrënë, do të kenë ngacruar, thot, me mbjemin molla. Do të ngrënë dardha dhe mollë mbrapa shpinës. Për shkak të mbjemjes molla e hama, thot. Si është e mundur, vërtet kjo, vetëm për këtë përgjigje. Por e ka ndodhur, por tani po them se ka lejuar energjinë. Ai ka paguar energjinë e 5 muajve, pra kaq ka kushtuar Një vota muaj ka saj. paguar. Ky është kuptimi, apo jo? Kjo është fabula gjithë. Nëse di sa ka paguar, se telefonat, po... Jo, mos ka paguar gjithfare se e ka paguar i Zoti, po i ka thënë mos ja merr tani. Një muaj dhe paguar. Është setuar që s'kan panuar. A i ka paguar një apo 5 po tani, fabula panë nga numri votave, se ajo është me numër votash, nuk ta paguar por një. krim zgjedhor është.